Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 1. Data 1 është datë ku më mjaftë ndikuese, rrezatuese. Një muaj të mbar, ditë të mbar ju uroj në çdo aspekt. Dhe ka përqen sepse mënyra dhe mundësia janë shumë ndikuese, ku kemi një hënë të plot në shenjën e akrepit, ku na mëson shumë gjëra dhe rrezaton në çështje më dha. Përfitojnë shumë shenjat e ujit, siç është gaforja, akrepi dhe peshqit. Por anën tjetër kemi dhe një kënd mjaft të rëndësishëm që do të thotë mbi atë çka është e vërtet dhe ajo që do të kemi shenjat e zjarrit, siç është dashi, siç është shijetari, por edhe luanët të diçit të dytë. Por pas të fillojmë parashkrimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një për gjithë juve televizionistë të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja Roskon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe doni që gjërat të jenë atje ku juve pretendoni, sepse një nga mundësitë ose kohën më të artë dhe më të mirë që keni pasur dhe që doni të dini për shumë gjëra, i keni atje, shikoni dhe pastaj mund të vendosni për çdo gjë që doni dhe dërgoni emailin tuaj. Jeni gati pastaj për të folur për gjithçka ju intereson. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, kemi këtë butonin tonë. E klikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por ju të shenjës së dashit të duket se është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në ato që kërkojmë, ato që duam të bëjmë. Është mundësia dhe koha e duhur për sa i përket stabilizimit financiar, për sa i përket gjërave të mëdha që ju e prisni dhe jeni në kërkim të shumë gjërave dhe ndryshimi më i madh që është tani, e keni kohën, keni edhe momentin për të arritur atje ku dëshironi. Një ditë të mbar, muaj të mbar ju uroj. Për sa i përket anës dashurisë, duket se me virgjëresh dhe me shigjetar keni mundësinë e artë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e demit. Por juve të shenjës së demit të duket se pikërisht kjo ditë, një muaj të mbar, ditë të mbar ju uroj, dhe ka përqen, është një mundësi shumë e mirë sepse lidhjet që keni të bëni me punën tuaj, me karrierën, edhe një takim i rëndësishëm që vjen drejt jush tani e tutje, është koha dhe momenti i duhur i artë në atë që ndodh, në atë që realizohet, dhe juve në fakt reflektoni për gjërat që doni të bëni, për gjërat që doni që kërkoni, dhe është një mundësi shumë e mirë tepër pozitive mbi disa ndryshime shumë të mëdha që lidhen me ekonominë, lidhen me stabilizimin, lidhen me gjëra të rëndësishme financiare dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Demtë dhe Dishit Parë, me Ujortë dhe Dishit Tetë, është perfektja, edhe pse me disa vështirësi do t'ja dilni, sepse kjo kohë është koha juaj edhe momenti i duhur në gjëra të mëdha. Në çështjet e dashurisë duket se me virgjëresh dhe me ujor është dalja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë ku synoni larg, është një moment sepse Urani në shenjën tuaj ndihmon shumë gjëra në një kohë për sa i përket çështjeve madhore, për sa i përket çështjeve të rëndësishme, që kanë bërë me ekonominë, kanë bërë me zhvillime të mëdha, sepse koha dhe momenti, periudha ku ndodhin fenomene të ndryshme, keni diçka shumë të madhe dhe kjo nga një anë ju ndihmon jashtëmase për zgjidhur problematikat që keni pasur në të kaluarën dhe vjen një moment tani gëzimi, do ta thosha unë, sepse është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo periudhë që juve ju jep mundësinë edhe kohën, sepse binjakët dinë shumë mirë dhe janë mjaft të ndikuar dhe tepër pozitiv në lidhje me karrierën edhe me ndryshimet në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Ujortë dhe Dishit Parë dhe virgjëresh janë mjaft ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gaforeve. Për sa përket shenjës së gaforeve, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të mira, më të vyera për sa përket punës aktuale. Fillimi i muajit, fillimi i mbar i gjërave të mëdha, sepse një hënë e plot, guvernatori juaj në shenjën e akrepit, por në krahun tjetër jep mundësi, jep kohë për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni, çdo lloj çështje të lënë pezull nga ana tjetër, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Peshkët dhe Dishit Parë, me Ujortë dhe Dishit Tetë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve.
Për sa i përket luanëve, luanët duket se kohën që ata kanë, mundësinë që ju jepet në kohën e duhur. Një nga ndryshimet më të mëdha që do të kenë tani tutje është periudha, është koha e duhur mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e lidhjeve dhe çështjeve konkrete që ju e keni, është një nga mundësitë më të mira të arta në ekonomi, të arta në vazhdimsi dhe pozicioni planetar që ju do dhe ndihmon në këtë aspekt është një periudhë shumë e mirë, një periudhë që është shumë respektive dhe e mundësive të arta që do të keni tani tutje mbi ndryshimet dhe takimet që do të keni, por në çështje shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçitet, duket se është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Virgjëreshës. Për sa i përket shenjës së Virgjëreshës, duket se Virgjëresha ka një kuptim mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e diktueshme, sepse ka të bëjë me punën, ka të bëjë me një takim mjaft ndikues, rrezatues, sepse lidhet me anën e punës, gjithmonë, po të mos harrojmë se Virgjëreshat janë shumë të ndikuara në fushën e karrierës, në fushën e punës, në fushën e mundësive të arta që ata kanë, por dhe një nga momentet më të mira që keni tani tutje është ndryshimi ekonomiko-financiar. Po, është një mundësi shumë e mirë tani, është një periudhë që vërtet dikton në fusha të mëdha financiare dhe një nga momentet më të arta që do të keni është ajo ekonomike. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë bëjnë me dëm dhe me bricap duket i diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshorët duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, por gjithsesi, edhe pse juve tani për tani jeni në dilemë për sa i përket gjërave, sepse thoni që tani për tani është një mundësi, është një moment që mund keni pasur ose doni që ti rregulloni në anën tuaj, por duket se tani është koha për të rifilluar punën në ndryshimin më të madh, sepse është kjo periudhë tani, është një periudhë që vërtet është ndryshimi më i madh që bëhet në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj, por jo vetëm, sepse disa ndryshime janë ndryshime mjaft të mira dhe tepër ideale në vazhdimsi dhe në çështjet më korrekte që keni pasur ndonjëherë në fusha të ndryshme të jetës suaj, kurse në çështjet shpirtërore lidhjet që kanë bënë me binjakët dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë është perfektja. Vijajmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Një ditë mbar, muaj të mbar akrep të dashur, duket se dita e sotme ndikohet jashtë masës, sepse kemi të bëjmë me një hënë të plot në shenjën tuaj, ku do t'japi mundësi, do t'japi kohë dhe vazhdimsi, sepse jeni shumë korrekt me punën, shumë korrekt me atë çka jeni, atë çka keni dhe doni të realizoni, sepse nëse do të marrim si punë trashëgimnie ose të çështje ekonomike, financiare, i keni të gjitha mundësitë për bërë zgjedhjen e duhur në këto drejtime, në këto aspekte, kurse në çështjet që lidhen me një takim mjaft pozitiv, një takim që është mjaft i rëndësishëm në çështjet e financave, mund të gjeni zgjidhje. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me luanët dhe diçka parë dhe peshkët dhe diçka tjetër, duket se ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqenëse shigjetarët duket se tani në këtë periudhë kanë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv për sa përket arsyes, punës, karrierës, mundësive që keni. Një nga anët më pozitive që keni tani është momenti i duhur për sa përket ndryshimeve të mëdha dhe kohës ndryshimet punës, por vjen dhe një diçka shumë e mirë, sepse shigjetarët nga njëra anë kanë mundësinë, kanë kohën e duhur, duke pasur parasysh peshqit dhe diçit parë dhe Virgjëresha kanë ndikime shumë të mira. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Për sa i përket bricjapëve, unë do thosha bricjapët sado që vonojnë ose kanë disa probleme të mbartura më përpara, por do t'i zgjidhin tani tutje sepse është koha e tyre më e mirë e mundshme mbi stabilizimin, konkretizimin e lidhjeve dhe çështjeve financiare, ekonomike, një moment mjaft ideal i zgjidhshëm për problemin që mund keni ose gjërat të tjera që vijnë drejt ju, sepse kjo është një kohë që ka përshtatshmërinë brenda, ka kohën e vet dhe mundësitë të arta mbi çështjet e financave dhe të biznesit, mbi çështjet ekonomike dhe çështjet të tjera që do të diktojnë tani tutje, ku është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar anën ekonomike, për të stabilizuar gjërat që do të keni, por mos u shpërqendroni në lidhje me anën
e financave ose të disa çështjeve të tjera që mund të keni, por megjithatë, është kjo periudhë, është ky momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë, sepse koha, momenti dhe vendimet që do të merrni është tani në këtë periudhë. Megjithatë, në lidhje me disa takime pune, disa takime që jeni mjaft korrekt me personat e tretë, është koha juaj, momenti më i artë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë dhe ujorët dhe diçit tjetër është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Ujorët të dashur, duket se tani është momenti, është periudha ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet. Arrihet fal suksesit tuaj, fal korrektësisë suaj, jeni shumë korrekt me ato që u bëni, me ato që juve kërkoni dhe rregulloni, se jeni rregullatori më i mirë i gjërave të mëdha që do të kenë tani tutje. Çështjet e punës, çështjet e karrierës, çështjet e ndryshimeve që vijnë në favorin tuaj, por megjithatë është një mundësi e mirë tani, mundësi e artë, mund të themi në këtë drejtim, sepse është periudha kur ndodhin fenomenet dhe dashuria e munguar në jetën tuaj. Por kjo ngjelet për të parë, sepse keni pasur një problem para javë, por kjo e keni të zgjidhur sepse është momenti më i mirë i mundshëm i artë në atë çka bëni. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët dhe diçit parë, dëmtë dhe diçit tjetër është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Peshqit dashur, ditë të mbar, muaj të mbar ju uroj. Por një aktivitet planetar që na ndikon shumë tani në këtë periudhë ka të bëjnë edhe me ndikimin e hënës së plot në shenjën e akrepit, në një shenjë që lufton për të drejtën dhe të tjerët, lufton për të vërtetën dhe për pastërtinë dhe qiltërsinë që lidhet me ekonominë, lidhet me punën, lidhet dhe me personin e vetvetes së vet dhe të gjërave të tjera që do të ketë. Kurse në çështjet që lidhen me anën e punës së tyre, është një moment mjaft i mirë dhe moment shumë pozitiv për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, zgjedhjen e duhur në gjëra të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët dhe diçit parë, me gaforët dhe diçit e tretë, është perfektja, edhe pse me disa problematika të vogla ose keni pasur një çështje të lënë pezull, sepse pikërisht kjo hënë e plotë e datës 1 të ditës të kësaj dite, pra, të ditës së premte, ndihmon jashtëmase për sa i përket një çështje pune që lidhet direkt në karrierë, lidhet direkt me atë çka jam, atë çka dua të ofroj. Por mundësit janë kaq të mira dhe shumë pozitive, sepse jeni juve në kohën më të mirë të mundshme dhe një nga mundësitë më të arta që do të keni në ndryshimin e madh që vjen tani atutje, në ndryshimin e madh që vjen në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët dhe diçit parë, me binjakët dhe diçit tjetër është perfektja. Ju që nuk keni një njohje ose një lidhje dhe doni që të stabilizoni, atëherë i bie që të jetë me virgjireshtë dhe diçit parë, kurse me britsjap dhe megafore është ndikimi më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht të kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 1 maj 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çdo gjë që juve dëshironi, për çdo gjë që juve doni të dini në privat, në paketat që Astrologo.al ofron. Por nëse juve doni diçka tjetër më tepër ose diçka të re, atëherë duke bler paketën tuaj, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh, po si ta dërgoni këtë mesazh, atë kemi pikërisht këtë butonin tu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj në kohën që juve ndiqni ato hapa, dërgoni mesazhe dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Kurse për juve që doni më tepër informacion në kohën që ne jemi drejt për së drejti çdo të mërkurë, atëherë mund të kaloni në privat dhe atje mund të shikoni se si mund të abononi me abonim të thjesht, mund të merrni pyetje përgjigje dhe të flasim në individualitet. Nga unë Roshpulla, ju uroj më të mirën e mundshme në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirë.